të dhënat e disponueshme fiskale të qeverisë për vitin 2012. Besoj se mbi bazën e këtyre dhënave kemi mundësi të bëjmë një vlerësim të pakontestueshëm spaku për burimin. Dhe fakti është që të hyrat tatimore sot janë më të ulta se sa ato të vitit 2011, por analiza më e hollësishme e këtyre të hyrave sipas taksave të ndryshme na jep mundësinë që të vlerësojmë çfarë ka ndodhur në të vërtetë me të ardhurat në këtë vend dhe cila është gjendja e ekonomisë reale. Dhe këtë analizë vendosëm ta bëjmë duke u bazuar tek të hyrat nga taksat direkte. Të hyrat nga tatim fitimi i korporatave, nga tatimi mbi të ardhurat personale të individëve dhe nga taksa e biznesit vogël. Dhe është e udhës që të mbajmë parasysh se jemi në kushtet që gjatë vitit 2012 nuk ka ndodhur asnjë ndryshim në regjimin tatimor përkatës. Ashtu si kundër, jemi në kushtet kur mund të bëjmë një analizë krahasuese nga viti kur ka hyrë në fuqi taksa e sheshtë dhe deri në vitin 2012 kur disponojmë të dhënat fiskale të qeverisë. Kjo na mundson që të shikojmë se çfarë ka ndodhur realisht me korporatat, me të ardhurat personale dhe me të ardhurat nga biznesi i vogël. Ky është grafiku i parë që ilustron të hyrat tatimore të shtetit nga tatim fitimi i korporatave. Në kolonat blu kemi të hyrat nominale, pra sa kanë fituar korporatat vit pas viti. Dhe e shikoni vetë që në vitin 2012 të hyrat e shtetit nga tatim fitimi i korporatave janë më të ulta, që do të thotë që fitimi i regjistruar i korporatave është më i ulti në të gjitha vitet që ne marrim në analizë. Atëre, kurba e kuqe tregon ndërkohë raportin e të hyrave të shtetit nga tatim fitimi kundrejt GDP-s për të njëjtën periudhë, që do të thotë se çfarë korporatat, më pas do shikojmë individët dhe më pas biznesi i vogël, kanë përfituar nga rritja ekonomike e vendit. Rritja ekonomike e presupozuar, do thoshë. Dhe është fare e qartë që kurba është në rënje të vazhdueshme. Dhe këtu lind një pikpyetje shumë therse. Lind një pikpyetje therse për sa i përket administrimit, që do të thotë se pretendimi se futja e taksës sheshtë e ka bërë transparent dhe më të efektshëm administrimin nuk qëndron, dhe se një pjesë e ekonomisë është zhytur në informalitet, pra i është shtuar pellgut informalitetit, në rast se besojmë tek shifra e dhënë e rritjes ekonomike, ose çka ne jemi shumë të prirur që të besojmë, shifra e rritjes ekonomike është e manipuluar. Edhe ajo që është. Vazhdojmë me
individët. Këtu jemi tek tatimi mbi të ardhurat personale. Pra, taksa e shesh 10% që paguhet nga çdo njeri i punësuar dhe i regjistruar si i tillë në të vend, sektorin publik apo në sektorin privat. Kolona blu tregon se në pikpamje të hyrave të shtetit, asgjë nuk ka ndryshuar. Jemi në ato kushte, 2011-2012. Ndërkohë që në kurbën e përfitimit të individëve dhe të familjeve nga rritja ekonomike, kemi një rënje drastike. Që do të thotë që pavarësisht nga tatim fitimi i mbledhur në të hyra që prezumon të njëjtin fitim për individët, fuqia ekonomike e çdo individi dhe e çdo familje është në rënje. Dhe mos harrojmë që flasim për të njëjtin regjim tatimor. Kushtet janë të njëjta. Është e njëjta taks që paguhet në të gjitha këto vite, 10%. Dhe vazhdojmë tek e treta që është ende më dramatike. Ky është biznesi i vogël. Shikoni se ku është katandisur biznesi i vogël në vitin 2012. Dhe se ku ka rënë e ardhura nga ato që biznesi i vogël jep për shtetin. Ndërkohë që kurba e përfitueshmërisë së biznesit vogël nga rritja ekonomike, shikoni se ku ka ngecur. Pra praktikisht, sot biznesi vogël është në gjendje kolapsi. Tani, ka dhe dy shifra shumë domethënëse, që janë dy shifra që flasin më shumë se çdo fjalim që mund të bëjmë për gjendjen ekonomike dhe për trendin e rritjes sipas qeverisë dhe të rënies sipas nesh. Kthehemi edhe një herë ke korporatat. Kjo rënje e përkthyer në fitim, në llogari e fitimit të korporatave, tregon se në vitin 2012, korporatat, pra të gjitha kompanitë e biznesit të madh, kanë fituar $280 milion më pak. Në raport me vitin 2011. Ndërkohë që kthehemi tek biznesi i vogël, xhiroja e biznesit vogël në vitin 2012, në raport me vitin 2011, është paksuar, pra ka rënë me $285 milion. Dhe edhe rënja e fitimit të korporatave me 280 milion, edhe rënja e xhiros biznesit vogël me 285 milion, përbëjnë së bashku një shumë që peshon si një vlerë e munguar në arkën e shtetit nga tatim fitimi. Në këtë situatë është e kohë diskutojmë nëse jemi apo s'jemi në një periudhë rënje, madje rënimi të vazhdueshëm të ekonomisë reale. Koncepti i krizës dhe koncepti i recesionit, si koncepte që përdoren sot në botën e zhvilluar, janë shumë relative për ekonominë shqiptare. Kjo është më shumë se sa një krizë ciklike, ky është më shumë se sa një recesion që vjen si pasojë një krize ciklike. Kjo është pasqyra e shterrimit të një modeli ekonomik zhvillimi, që sigurisht përkon edhe me dallgët e një krize ekonomike që është më e gjerë se sa territori i Shqipërisë. Në këto kushte, unë dëshiroj që të
të përsëris se minimalisht është e domosdoshme që të ndërmerret ai hap që ne kemi kaq kohë që e themi, të hiqet taksa biznesit të vogël. Sepse çdo muaj që kalon përkon me një rënim që për shumë bizneset vogla, që janë praktikisht mjedise familjare vetë punësimi, tjetë një rënim i pa kthyeshëm. Dhe nëse llogarisim rënien e xhiros me $285 milion në një vit tek biznesi i vogël, kombinuar me rritjen e borxheve apo të numrit njerëzve në librat e veresies, në dyqanet e ushqimoreve që shkojnë rreth 150 milion euro, jemi në kushtet kur ekonomia reale është në një grop thithse që e tërheq gjithmonë e më poshtë. Pa llogaritur këtu, pjesën tjetër, shumë të rëndë të ekonomisë informale, të ekonomisë kriminalizuar, të ekonomisë tërhequr në labirinthin e evazionit fiskal, dhe të ekonomisë së mbërthyer nga kthetrat e një korrupsioni që po heq gjithmonë më shumë të ardhura nga xhepat e publikut dhe po shton zonën gri dhe zonën e zezë të ekonomisë. Në fund fare, konkluzioni është jemi në kushtet kur të dyja opsionet janë më shumë se sa alarmante për ekonominë sot dhe për çka na pret nesër në rast se nuk ndërhyet menjëherë. Ose opsioni që ekonomia po informalizohet, siç e thash, për shkak të kriminalizimit të saj dhe të një korrupsioni që është tërësisht i kontrolluar përmes shtetit kapur, ose shifrat e rritjes ekonomike, aq sa janë, edhe ato janë të manipuluara dhe nuk përkojnë me realitetin. Ose dhe të dyja bashkë, pak njëra dhe pak tjetra që bëjnë një gjë shumë të madhe si problem që është përpara nesh për të zgjidhur. E rëndësishme është që duhet ndërhyr një orë më parë dhe ndërhyrja e parë themelore është ndërhyrja që do të bëjë çdo qytetar, qoftë konsumator, qoftë i vetëpunësuar në një biznes të vogël, qoftë pronar i një kompanie, qoftë një rrogtar i shtetit me votën e vet për të frenuar këtë rënim të mëtejshëm te poshtë në ekonominë e kthyer në një grop thithse për të gjithë. Dhe pastaj duhet vazhdoj fal ndërhyrjes me votë të gjithë qytetarëve në 23 qershor, një operacion jashtëzakonisht kompleks për të ritshtliruar energjitë e bllokuara të ekonomisë në kushtet e mungesës konkurrencës, në kushtet e kriminalizimit të ekonomisë, në kushtet e korrupsionit dhe të një bashkëpunimi kriminal mes një grupi në pushtet dhe një grupi në ekonomi. Një sinergji e cila nuk mund prodhoj për vendin asgjë tjetër përveç se të tilla pamje të një rënimi që ka tendencë vetëm të vazhdojë në qoftë se kjo sinergji nuk shpërbëhet në 23 qershor.